Përshëndetje, jemi sërish së bashku në emisionin Koha për të folur, sërish me tema të veçanta të cilat po ashtu kanë në fokus të rinjt. Edhe sot do të flasim për një tjetër temë interesante, siç është vullnetarizmi. Është mjaft e rëndësishme që të nxitim tek njerëzit, por edhe tek të rinjt, frymën për të shërbyer me një zemër të madhe, por gjithashtu edhe me shumë dashuri. Është shumë e rëndësishme që të ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë dhe të bëjmë diçka sado e vogël të jetë për komunitetin tonë. Për këto e shumë më tepër do të flasim me dy të ftuarit tanë në studio, Stella Viso dhe Kedis Viso. Përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje dhe ju falenderojmë që na bët pjesë të këtij programi. Përshëndetje. Përshëndetje, jam goxha i gëzuar që më ftuat dhe me zi presë të vazhdo. Që diskutojmë së bashku. Le ta nisim intervistën e sotme duke na bërë pak një prezantim për veten për sa i përket fushës së vullnetarizmit. Si ka qenë eksperjenca jote në këtë fushë, me sa shumë aktivitete je marrë ti? Unë kam qenë që i vogël që merre me i ekspozuar me këtë pjesën e vullnetarizmit në kopshtet komunitare janë në parku japonez. Kam marrë pjesë, atje ka fusha të vogla, të cilat kemi mbjellë perime të ndryshme dhe atje ja kemi dhuruar personave që janë në nevojë. Po. Si mendoni ju sa e rëndësishme është që të rinjt të ushqehen me frymën e vullnetarizmit? Mendoj sepse është e rëndësishme që të rinjt të ekspozohen me këtë vullnetarizmin, sepse është diçka goxha e mirë sidomos për ndihmuar njerëzit që janë në nevojë. Dhe duhet ta bësh domethënë nga zemra jote, jo ta bësh ti je I nxitur ndoshta ta bësh të lind nga vetë ju, pra ti diçka që të lind nga vetë personi. Para se të kalojmë në pyetje tjera, duke qenë se ti preke pak pjesën e kopshteve komunitare, Stella ka një eksperiencë mbi 15 vite e cila merret me fushën e vullnetarizmit, pra që nxit njerëzin e tjerë që të merren me punë vullnetare. Mund na flasësh pak më shumë për këtë eksperiencë e cila ka zgjatur disa vite dhe unë kam qenë vetë pjesë edhe ishte diçka shumë e bukur, por edhe për eksperienca të tjera. Unë të falenderoj për pyetjen, sepse është një nga projektet vullnetare të cilat kanë përfshirë një numër shumë të lartë të familjeve në qytetin tonë dhe 24 familje nuk janë pak, me thënë të drejtën. Si ka lindur dhe si e kam ushqyer këtë pjesën e vullnetarizmit është sepse lidhet direkt me fjalën e Perëndis. Pra, nëse lexojmë që nga dhjata e vjetër dhe deri në fund të dhjatës së re, gjithmonë Perëndia kërkon që çdo person që e njeh Perëndin, që do të ecë sipas vullnetit të tij, pjesa e vullnetarizmit ose ndryshe e të shërbyerit është pjesë. Dhe kur ti ndërton veten mbi këtë fjalë, patjetër që ajo bëhet pjesë e jotja dhe është e pandashme. Kështu që këtu ka nisur të ushqyerit e zemrës time për të bërë diçka për të tjerë. Dhe vetë Jezusi e ka dhënë shembullin në mënyrën më të mirë të mundshme. Ai ka erdhur dhe jo thjesht si një bir i Perëndis, por ka erdhur për të dhënë shembullin duke shërbyer vetë i pari. Dhe një nga shembujt më të bukur do thoja unë është larja e këmbëve të dishepujve të tij. Kështu që doja ta theksoja sepse është shumë e rëndësishme për mua si ne ushqejmë veten për të ndihmuar të tjerët, për t'i shërbyer atyre. Dhe ashtu si dhe Kedi e ndau, ne nuk duhet ta bëjmë atë të sforcarur, por duhet të na vijë nga zemra, të buroj nga dashuria që ne duam ta ndajmë me të tjerët, sepse në fund vetë Zoti na ka dhuruar dashurinë e tij dhe ne falas se kemi marrë dhe falas duhet ta japim. Po, gjithashtu Jezusi na mëson se duhet ta duam të afërmin si veten. Si mund ta zbatojmë këtë në jetën tonë të përditshme? Jezusi na mëson që të bëhemi si vetja e tij në thonjza, sepse ne jemi njerëz të cilët gjithmonë mëkatojmë dhe duke u ekspozuar me fjalën e tij, duke lexuar Biblën çdo ditë, ne fillojmë që të mbushemi me frymën e tij, e cila na ndryshon avash dhe na jep dashurinë që ka. Dhe këtë dashuri duhet ta shpërndajmë me çdo person. A mendoni se mund të jemi vullnetar edhe pa qenë pjesë e një organizate? Çfarë mund të bëjë secili nga ne? Po, mund të jesh vullnetar edhe pa qenë në një organizatë ose fondacion. Për shembull, me një grup të vogël, shoqëria që ke, mund të mblidhni ushqime, paketime të ndryshme dhe të shkoni në një familje e cila ka vërtet nevojë për ato, sepse do i ndihmoj vërtet diçka ndryshe.
Po, unë e përmenda pak edhe në fillim që është shumë e rëndësishme që të rinjtë të ushqejnë me frymën e vullnetarizmit. Por çfarë mund të bëjmë ne si të rinj ndoshta që kemi më shumë të theksuar këtë frymën për të ndihmuar të tjerë tek të rinjtë e tjerë që ndoshta nuk e kanë shumë idenë se sa e rëndësishëm është vullnetarizmi? Mendoj që duke postuar online dhe duke a thënë vetë në person, që nëse ke dëshirë të vish me ne, do bëjmë këtë aktivitet. Nëse ata kanë dëshirë, sigurisht, mundet që dhe ata ta kenë paka shumë idejnë se funksionon vullnetarizmi dhe mos presin diçka në këmbim. Po. A keni, po. Jo, në fakt të ndoja të shtoja diçka, sepse është shumë e rëndësishme si ne ushqejmë vullnetarizmin në vendin ku jetojmë. Por ashtu si thënë ti përmende vargun nga Bibla që është një urdhërim shumë i rëndësishëm që Jezusi na la, të duam të afërmi për si vetveten. Kështu që edhe fryma e vullnetarizmit ose fryma e të shërbyerit duhet si fillim të transmetohet në familje dhe mund të nisë me fëmijët me gjëra shumë praktike dhe të vogla. Ashtu si dhe Kedi e përmendi të nisë me diçka pa pritur në këmbim. Sepse zakonisht ne priremi që të bëra një të mirë apo jo. Unë të bëra një të mirë, tani ti duhet të ma kthesh mua atë se në të kundërt ti tregohesh mosmirnjohës. Në fakt nuk është kjo që Zoti na udhëzon. Ne duhet të bëjmë me zemër, me dashuri, falas kemi marrë siç e përmendëm dhe falas t'i japim, por ta bëjmë me shumë gëzim. Dhe nëse nis brenda familjes, ajo pastaj fillon edhe përshkallëzohet dhe përhapet në pjesët e tjera të komunitetit. Pastaj se si ne duam që të organizohemi për një kauzë apo për një kauzë tjetër që ju vjen në ndihmë kategorive në nevojë në komunitetin ku jetojmë, kjo varet nga organizimi që ne të rriturit duam t'ju japim të rinjve tanë apo dhe fëmijëve. Dhe do ishte shumë bukur që vetë të rinj të organizojnë, ashtu si dhe Kedi tha, të jemi një grup shoqëror, pa që ne nevojshme të jemi pjesë e një organizate. Unë do të gjithashtu të ndalim një histori ose diçka që na ka frymëzuar ju për të bërë vullnetar, për të bërë një vullnetarizëm, për të ndihmuar dikën në nevojë. Unë në fakt e përmenda pak. Mua ajo që më ka frymëzuar gjatë gjithë kohës dhe përpiqem ta ndaj tek familja jon, është pjesa se si vetë Jezusi erdhi dhe dha shembullin e tij. Ai erdhi dhe tha, unë po vi dhe nuk po vi i veshur me mantelin edhe me kurorën mbi kokë, por po vi si një foshnjë së pari, pra një fëmijë është një brisht, është një gjë shumë delikate që të tjerë duhet të tregojnë kujdes, pra ai u zhvesh nga pjesa e madhështisë së tij për të treguar pikërisht të shërbyerit. Ka shumë vlerë se si ne mundohemi që ta bëjmë tonën. Është proces edhe të shërbyerit, nuk është e lehtë të shërbesh. Dhe patjetër që duhen të kalohen disa shkallë, nëse mund ta quajmë kështu, për të ecur dhe për të dhënë atë çka duhet të japim. Por pa u sforcarur dhe pa treguar këtë pjesën e krenarisë e bëra unë dhe t'i biem tamburëve që jam unë ajo që e bëra. Ta bërtasim si me të madhe. Ta bërtasim me të madhe. Patjetër që është mirë të njihet, sepse nxiten dhe motivohen dhe të tjerët, por kjo duhet bërë me përrullësi dhe me dashuri. Nëse Kedi se ka një histori që e ka frymëzuar, diçka që e ka motivuar ose e ka shtyrë për të bërë një vullnetarizëm? Unë po zesh rastin kur kam qenë në kopshtet komunitare, unë kam marrë pjesë në mbylljen e perimeve të ndryshme dhe kur mora vesh që do jepeshe në familje që ishin në nevojë, unë thash pse jo të marrë dhe unë pjesë, sepse në fund të ditës do ndihmohen personat të nevojë. Po, edhe ke bërë gjën e dur dhe uroj që shumë të rinj të nxiten gjithashtu nga shembulli yt. Do doja një mesazh për të rinjt, për t'i nxitur më shumë, për të ushqyer tek ta edhe atë që vetë Zoti na përmend në Bibël. Nuk është një nga temat, le të themi, që përdoret shpesh në kohët e sotme, sepse monotonia, gjërat, shpërqendrimet që ne kemi gjatë gjithë ditës apo jetës tonë, le të themi që na kanë kufizuar edhe na mbajnë brenda kornizave tona, qoftë si familje, qoftë edhe si rutinë individuale. Por është shumë e rëndësishme që të kuptojmë pse
të shërbyerit është një nga pikat kyçe në fjalën e Perëndis. Duhet që me patjetër ne ta transmetojmë tek fëmijët, por nga ana tjetër edhe duhet t'i japim shembullin. Dhe ka plot shembuj në Bibël ku Jezusi e thot edhe e thekson se si ne duhet dhe ndaj kujt kategorie duhet ja japim. Dhe mesazhi im është që nëse ti ndihmon një të ve, nëse ti ndihmon jetimin, nëse ti ndihmon moshën e tretë, nëse ti ndihmon fëmijët me aftësi ndryshe, ti ke transmetuar gëzim, ti ke transmetuar shpresë, sepse ne që besojmë tek Perëndia, kemi një gëzim që nuk arrim do ta përshkruajmë nga na vjen dhe si na vjen edhe kur jemi në vështirësi. Por kur shkon tek ai nevojtari, ti nuk duhet të shkosh me paragjykimin se është gjyna, po e them në thonjza, por ti duhet të shkosh i zhveshur nga paragjykimi, duke menduar që po shkoj edhe po transmetoj gëzimin dhe shpresën që ai nuk e ka, apo po shkoj për të rritur vetvlerësimin tek ai. Kështu që mesazhi im është i lidhur me këto pika. Shkoni, ndani gëzimin që ju keni marrë falas, shkoni, ndani shpresën që ju e keni marrë falas, shkoni edhe ndani nga vjen gëzimi. Vjen nga Jezus Krishti vetë. Kështu që kur shkojmë të ndihmojmë, le të shpallim edhe ungjillin gjithashtu. Sa fjalë të bukura edhe uroj që të gjithë t'i marrin parasysh edhe të motivohen edhe të frymëzohen nga gjitha këto që ju thatë. Gjithashtu një mesazh nga Kidisi për gjithë të rinjt ose bashkëmesatarët e tij për t'i ftuar për çembullnetar. Ashtu siç e përmendi dhe mamaja time, Perëndia na jep dashurinë për ta shpërndarë atë. Dhe kjo nuk mund të ndodhë nëse ne rrimë akoma në vendin tonë të rehatisë. Ne duhet të dalim nga kjo zonë dhe ta shpërndajmë edhe nëse kemi emocione, na vjen turp, por gjithsesi është për të mirën, sepse në fund të ditës shpërndan gëzim, shpresë dhe motivon dikën në fund të ditës. Dhe është më bukur kur jep. Pa, se sa... Dhe merr më shumë gëzim kur jep se sa kur merr. Pa, shumë e bukur. Unë doja gjithashtu të flisnin e përmendom pak më parë pjesën sa e rëndësishme është vullnetarizmi dhe sa e rëndësishme është ajo të bëhet me zemër të pastër, edhe me fokusin që ne të ndihmojmë të tjerët, por jo të marrim diçka në shkëmbim. Por në qytetin tonë, ç'mund të themi për vullnetarizmin dhe aktivitetet që zhvillohen në qytetin tonë? A janë ato të mjaftueshme dhe a çfarë mund të bëhet më tepër? Në gjimnazin që jam unë, në rastisi që kishim një shoqen tonë që kishte nevojë për ndihmë mjekësore dhe të gjithë jo vetëm ne, gjithë shkolla dha lek për ta ndihmuar atë. Një rast tjetër është dhe këpucët e Krishtlindjes, ku kam marrë pjesë vetë. Kam qenë duke dhënë këpucët të cilat i duheshin një personi tjetër. Dhe në pjesën e paketimit të këpucëve, pastaj ishte një numër goxha i konsiderueshëm dhe kishim nevojë për vullnetar, kështu që Kedi dhe shokët edhe ti ke qenë pjesë. Gjithashtu, kështu që kjo tregon që në qytetin ton ka filluar dhe është duke ushtuar fryma e të shërbyerit. Më pëlqen ta quaj të shërbyerit, sepse vullnetarizmi është keq përdorur në kohën e diktaturës dhe familjarët tanë e kanë përjetuar atë shumë keq. Por gjithsesi ngelet një nga pikat që të gjithë bijem dakord që kur ne ndajmë atë me gëzim dhe kuptojmë nga ana tjetër që kur japim, ndjehemi më të plotësuar. Ka shumë nisma në qytetin tonë që janë duke u ndërmarr, të cilat janë të lidhura me moshën e tretë, janë të lidhura me fëmijët me aftësi ndryshe, kemi nisma që lidhen me fëmijët që kanë nevojë për një ndërhyrje specifike nga ana mjekësore që familja patjetër nuk mundet ta mbulojë atë, por gjithashtu do doja të theksoja edhe nisma të cilat lidhen edhe me angazhimin e të rinjve, të familjeve, të gjithë komunitetit në çështje mjedisore. Edhe nuk ka shumë kohë e cila është alantruar si projekt për pyllëzimin e kodrave të qytetit, që është për të duar trokitur gjithashtu.
Po, fjalë shumë të bukura edhe unë uroj që gjitha këto nismat që janë në plan të shtohen edhe të ftojnë sa më shumë njerëz të tjerë që të jetë pjesë të këtyre nismave. Ne përmendëm që fryma e vullnetarizmit ose më saktë të shërbyrit është duke u përhapur tek të gjithë njerëzit, veçanërisht tek të rinjt, sepse janë ata të cilët mund të quhen edhe më aktiv, të përcillet tek atë mund të trashëgohet, pra është shumë e rëndësishme që ne të përcillim tek brezat e rinj frymën e të shërbyrit, edhe uroj që të gjitha këto nisma të vinë në zbatim sa më shpejt dhe të shtohen sa më shumë. Ka shumë vlerë dhe pjesa e organizimit të aktiviteteve që lidhen me vullnetarizmin. Dhe sa më shumë kauza të dalin, pra sa më tepër nevoja të dalin, dhe të jetë dikush që e drejton atë, unë mendoj që edhe përgjigjet ndaj komunitetit do jenë pozitive gjithashtu. Unë ju falenderoj që ishit sot me ne, uroj që të shihemi në sa më shumë nisma të tilla edhe të jemi së bashku për të shërbyer tek njerëzit që janë në nevojë. Faleminderit shumë për ftesën. Gjithashtu. Kemi mbërritur në fund të emisionit të sotëm, trajtuam një temë që mendoj shumë e rëndësishme dhe shumë e mirë për komunitetin tonë. Të shërbejmë ashtu sikurse dhe Jezusi e shpreh në Bibël, të ndihmojmë njerëzit e tjerë dhe gjithmonë ta konsiderojmë tjetrin si të afërmin tonë. Le të jetë emisioni i sotëm një formë frymëzimi për të gjithë të rinj dhe të gjithë njerëzit që na ndjekin për të bashkuar në nisma të tilla kaq të bukura, të cilat nuk bëjnë asnjëherë keq, por gjithmonë japin atë frymën e bukur dhe ndihmojnë të tjerët. Është shumë e rëndësishme që të nisemi gjithmonë me idenë për ndihmuar të tjerët pa dashur të marrim diçka në shkëmbim. Lumturia që do të vijë më pas asaj që kemi bërë do të jetë akoma më e madhe. Paqja shpirtërore do të jetë shumë e madhe për të gjithë ju, ndaj ju ftoj të gjithë që të merrni pjesë në nisma të tilla. Do të shihemi sërish në puntatën e ardhshme. Mirupafshim.